Në Kumanov dhe rrethin, Faik Hasani ka ndërmarrë nismë për shpërndarjen e iftareve për familjet skamore. Ideja, si thot Hasani, ka buruar nga vetë familjet skamore që vazhdimisht kanë kërkuar ndihmë që nga viti i kaluar. Në një ditë arrin të shpërndajnë iftare për rreth 350 persona. Ndonë se kërkesat janë edhe më të mëdha, mirë po për shkak të kufizimeve buxhetore, tani për tani nuk munden të sigurojnë më shumë. Mbulojmë 350 tash mesetarja dhe shpresojmë që deri në fund të jetë shumë më e madhe se sa vitin e kaluar. Përveç qytetit të Kumanovës, të gjitha fshatrat të cilët domethënë janë të komunës së Likovës i mbulojmë. Siç na tregoi Hasani, buxheti sigurohet nga mërgjimtarët, afaristët lokal si dhe nga vetë qytetarët. Kësaj iniciative janë bashkuar 15 vullnetarë të cilët përgatisin dhe shpërndajnë ushqimin deri te shtëpitë e skamorëve. Buxhetin kryesisht e sigurojmë nga bashkëtarët tonë, domthonë në Evropë që janë, po njëkohësisht edhe nga afaristët tonë lokal, edhe më gjerë, edhe nga xhamati përgjithësi që janë të Kumanovës me rrethin. Të nevojshëm e kemi deri në ditën e 20, të cilët domthonë i mbulojmë ka 300-350 iftare dhe shpresojmë që ditët e fundit dhe besoj që ditët e fundit sa herë kanë qenë më të fritshme dhe besoj që kemi marrë sukses më të madh se sa vitin e kaluar. Një iftar për një person kushton 4 euro, pra me 100 euro sigurohen 25 porcione. Të gjithë ata që duan të mbështesin këtë nismë mund të drejtohen te Hoxha Faik Hasani. Përndryshe, kjo është viti i dytë që ndërmerret një nismë e tillë në Kumanov.